Mirë, jemi sërish në studio bashkë në pjesën e tretë, 20 minutat e fundit. Ja kam thënë fjalën avokat Erdianit, pastaj kryetarit zotit Zef Macaj, është më mirë ta mbajmë në radhën kështu. Para se tim në konflikt për bisedën, sidomos kur vinë minutat e fundit që të gjithë duan ta marrin fjalën. Po. Folëm gjatë për ekzekutimin të rem, sepse ajo është pjesa më e dukshme e qytetarit, por është dhe ekzekutimi i vlerave monetare apo i transaksionit e akteve zyrtare. Konkretisht, ka një vendim gjyqësor ku bankat janë detyruar të ekzekutojnë shumë të caktuar ndaj një qytetari apo ndaj një subjekti privat. Dhe kjo është dhe pjesa më e padukshme, po më e vështirë. Pra, një vendim gjyqësor që detyron dikën për një shumë financiare, aty është një maraton e vërtet besoj për përmbarusët, të cilët gjëmojnë bankat e shumta që janë në Shqipëri, transferojnë llogaritë bankare në gjatë momentit të ekzekutimit dhe shpesh kanë dalë dhe jashtë vendit, në mënyrë që ekzekutimi i vendimit gjyqësor i shumë të caktuar të mos mund të bëhet. Kemi ente shtetërore të cilat i kalojnë shumat financiare. Mendova që kjo nuk bëhet kur individi nuk ka mundësi të të paguajë, po ti ketë ti transferojë andej këtej. Absolutisht. Kjo është pjesa më e vështirë e ekzekutimit. Terreni shumë i thjeshtë e merr institucionin policisë shtetit mos një datën tjetër s'ka ku shkon. Por transferimi i gjendjeve financiare jashtë bankave, duke i kaluar jashtë vendit për mos të bërë të mundur ekzekutimi, për mua është një tmerr i vërtet. Ka shumë institucione shtetërore të cilat fondet e tyre për mos t'i kapur përmbaruesi i kalojnë thesar dhe i përdorin nga thesari në moment që i duhen në mënyrë që bankat jenë gjithmonë në nivelin zero të tyre. Ky është absolutisht shpërdorim i pastër detyre dhe funksioni me të cilën vetë entet kanë për detyrë, sepse thesari e ka mirë përcaktuar se çfarë vlera financiare mban. Pra, këtu krijon një amulli të vërtetë që shuma financiare ngjelet një letë, vendimi gjyqësor bëhet një letër me vlerë i pa ekzekutueshëm. Dhe këtu duhet shohim mekanizmat më të fortë për të ndihmuar përmbaruesin. U ndihmua përmbaruesit sigurisht janë ndihmuar gjithë qytetarët, është ndihmuar gjithë sistemi i drejtësisë, i cili merr vlerë vetëm në momentin e ekzekutimit. Nuk merr vlerë me fitimin e gjyqit, është një tmerr realisht po e them sekuestrim apo gjetje e shumave financiare. Ose rasti tjetër kur vendimi gjyqësor ka vendosur që një pronë e caktuar t'i kalojë në favor të një qytetari tjetër. Regjistruesi është një procedurë të zgjatë. Unë kam praktikat mia, vendime gjyqësore kanë ndodhur për muaj dhe vite me radhë dhe nuk bëhet transakcioni sepse pasuritë kanë qenë pasuri disa hektarëshe dhe kërkojnë kohë kur vetë vendimi gjyqësor dhe praktika dhe ligji i ZVRPP-s, pra i regjistrimit të pasurive, është maksimalisht 30 ditë. Më thuaj një qytetar që e ka zbatuar vendimin gjyqësor brenda 30 ditë në pranë ZVRPP-s apo hipotekave, siç e thot populli. Në asnjë rast të vetëm. Dhe përmbaruesi në këtë rast nuk ka asnjë mjet ndaj regjistruesit. Nuk mund të shkojë policia te regjistruesi thotë i kap dorën dhe të regjistrohen. Pra ky është një ngërç që qytetarët e vuajnë. Dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Ai që ka humbë gjyqin dhe ka pronën që do t'i fshihet apo do t'i kalojë në dikujt tjetër, ai shet pronën. Dhe i duhet sërish qytetarit të hap gjyq, të konstatojë pavlefshmërinë e aktit të tij me vlerësin e ri dhe infinit kjo histori bëhet e mërzitshme dhe është një vendim gjyqësor i cili nuk ka vlerë. Ndërkohë, se ka respektuar radhën. Ndërkohë të asaj që mendoj që kjo është dhe pjesa më e vështirë për problemi kryesor që është edhe për shtetin shqiptar, sepse mos ekzekutimi i vendimit gjyqësor ka bërë që shteti shqiptar penalizohet jo në pak raste nga gjykata Evropiane e Drejtësisë, në vimësi, në çdo madje fatura e shtetit shqiptar, sa vjen edhe rritjet për vendimin gjyqësor të vendimit gjykatës Evropiane të Drejtë Njerëzit që ka konstatuar shkelje të 96 Konventit Evropian të Drejtë Njerëzit dhe pak raste që janë shkuar atje për shkak të pamundësisë, po të gjitha janë fituese, unë di që janë fituese. Pjesa më e madhe janë fituese. Po problemi tek ne nuk është vetëm thjesht tek fakti policia, përmbaruesi, është edhe tek kuadri ligjor, sepse ne themi gjithkohë ligji, po pjesa më e madhe e legjislacionit shqiptar është deklarative dhe nuk pasohet me akte që e bëjnë të zbatueshëm atë që përcakton ligji. Akte në ligjore. Për shembull, marrim rastin ku ne i kërkojmë policisë shtetit bllokimin e automjetit. Bllokimi i automjetit e bën policia e shtetit, po ta zëm sikur policia e shtetit bllokon 4000 automjete në gjithë Republikën e Shqipërisë. Është e pamundur nga realisht që këto automjete ti bllokojnë sepse ku do t'i çojë? Ku do t'i parkojë? Ku t'i ruajë? Nuk ka akte në ligjore që e rregullojnë këtë situatë. Do të thonë që ne themi policia, nuk është e rasti që të justifikojmë ne tani policinë e shtetit, por ligji nuk e parashikon. Nuk duhet të ketë kuadër ligjor, duhet të ketë paketë ligjore. Sepse po të kërkoj unë
se cila statistika e bllokimit të automjeteve, përfaqësuesi i policisë nuk mund të thotë se sa automjete ka bllokuar nga aq kërkesa sa mund t'i kemi dërguar ne. Sa është përqindje për shembull? Një statistikë s'mund ta ketë. Nuk e kam për momente. Sepse është pothuajse zero, do të them. Jam pak në krahasim me kërkesat. Nuk është problemi që dua ta fajsoj policinë e shtetit në këtë rast. Po ku do t'i çojmë? Por konkretisht sepse kush do bëj ekzekutim me makinën? Nuk ka për momente se ka struktura të tjera. Policia rrugor, ashtu siç ti kërkon gjobat në rrugë. Mbaj statistika të tilla. Targa X ka kaq lek gjobë, unë do të themi kur komisar për pamundësinë. Pra pavarësisht vullnetit që mund të ketë policia, për t'i marrë ku do t'i vendosë, nuk ka më infrastrukturë. Nuk e shpresoj që jam në këtë studio të them që siç e kemi nisur bashkëbisedimin, ju propozoj që të vazhdojmë për pse jo ta vazhdojmë këtë komunikim edhe në grupet përbashkëta. Se mjetet e drejtorisë të komisariatit dhe drejtorisë policisë janë kufizuara, nuk mund të mbulojnë një makina. Policia rrugore njofton përmbaruesin gjyqësor, e merr e çon në një parkim privat, ajo do shpenzoj le të themi 60.000 lekë në muaj ruajtja e këtij automjeti. Ato lekë për gjatë një muaji që do bësh shitje në ankant, do t'i shtohen vlerës që do zbritet nga ekzekutimit. Unë kam bërë këtë gjë, domethënë kështu është ekzekutueshme. Kam përshtypjen që do presim pamarimisht që dalojnë 5 makina që janë në bllokim. Ideja për mbaruesit për mua... Jo, nëse mua më ka bosh dikush 500.000 lekë të reja dhe makina e ti e ka vlerën aq, o që kam interes t'ja blokoj dhe të me këthina të parat. Inspektori rrugor, kur të kap në rrugë me gjithë mjetet tashmë që i kanë moderne për identifikimin e gjobave të makinave respektive, e ka shumë të thjesht të vërtetojnë nëse ky person apo kjo makinë duhet bllokohet për shkak të mbarimor. Në asnjë rast, të siguroj në asnjë rast të vetëm, kanë qenë qytetarët ku kanë lajmëruar inspektorët rrugor, thonë kjo makinë është debi urdhor letra. Me zi janë vënë në lëvizje. Sistemi gjobave mund të hidhet edhe kjo. Mund, dhe kjo është shumë e thjeshtë. Por për gjobat policia rrugore mirë bën, bravo i qoftë. Po dhe për atë llotari është, po të kanë policia rrugore dhe po ti vendosit të dhënë atë makinën. Si mbledhin gjobat se kanë përqindjet e financiare që mbledhin. Në çështje financiare kjo. Dakor, policia rrugore merr, policia shtetit merr 30% të gjobave mos gaboj. Në financë. Atyre që ekzekuton. Dhe kjo është shumë e dukshme. Problemi është i përmbaruesit i cili nuk paguan në këtë rast policinë e shtetit. A nuk duhet ta marrë shërbim? Edhe po i mori avokat çfarë problemi ka? Unë jam dakord të paguaj më tepër, po të kem shërbimin. Jo, unë do kisha problem nëse do ma vendosin në mënyrë arbitrare, do me vendosin një gjob për parkim të gabuar ndërkohë që kisha gabuar sakt, nëse do vendosin një gjob për rip sigurimin ndërkohë që e kam vendosur. Tash me thënë drejtën, edhe unë i kam patë shef rregullat me i shkelit që po. Ka filluar të smleverdis më kjo histori. Luta, mund ta vendosësh, mund ta pak më mirë mikrofonin, sepse nga që ke elementet komunikimit jo verbal me duar dhe me këmbë, ai qëllon që edhe lëviz ndonjëherë. Pra po thoja që leti marri, se duket sikur po shikojmë edhe për këtë. Absolut. Unë edhe diçka tjetër, unë mendoj që një qytetar që është debitor ndaj një vlere apo një sendi të caktuar, duhet të futet në një sistem online, në sistemin e gjithë institucioneve shtetërore, debitor. Të ketë një shenjë të caktuar në të cilët entet publike apo private mos të ofrojnë shërbime derisa ekzekutimi i vendimit gjyqësor të kryhet. Kështu e kanë bërë bota, nuk është se ne do bëjmë shpike, i thash dhe komisarit. Ne kemi vetëm durimin dhe kohën të kopjojmë. Atë çka bota perëndimore ka kryer tashmë prej shekujsh. Pra, nëse unë figuroj debitor ndaj vendimit gjyqësor, unë nuk mund të shkoj të marr certifikat, sepse kur shkon certifikat thot bashkia i ke paguar taksat, ti merr. I kte komuna thot taksat e komunës, nuk thot keni vendim gjyqësor të papaguar. Nuk na i kanë bërë këtë pyetje besoj. Pra, hajde vendosim sistem online dhe ky emision të vlej që ligjvënësit të sensibilizohen dhe nëse duan vërtet përmbaruesin ta forcojnë, sepse unë e thash dhe në emisionin e kaluar, janë institucione shtetërore ato që pjellin dhe prodhojnë solemnitet për gjithë profesionet e lira, duke futur përmbarues, avokat dhe gjithë të tjerë që operojnë si dhe për institucione shtetërore. Gjithatë ka një risit sistemi nëse qytetarët do duan të kenë përmbarues të fortë, duhet ja kërkojnë absolutisht ligjvënësit. Pra atë burojnë të gjithë të drejtat. Në sistemi përmbarimor privat ka një risi që është ajo që përmendi më pak më parë avokati, që ishte problem. Bllokimi i pasurive të paluajtshme tashmë mund të bëhet online. Përmbaruesi gjyqësor privat ka një qasje në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme në sistemin digjital të saj, mund të konsultohet, mund të marrë
akses, mund të printoj direkt. Ta bëj pyetje? Qasje online mund të marri kartelin përveç shërbimit notarial, ju nuk keni asnjë qasje. Jo, kemi së fundmi sistemi digital, po të zyrës. Mund ta bllokosh ti nga zyra pasurin? Mund ta blokoj nga zyra, nëpërmjet po direkt në sistemin digital. Bilesi së fundmi po kërkohet implementohet edhe aksesi online, edhe në bankat e nivelit të dytë, edhe në drejtorinë e transportit rrugor për automjetet, edhe në gjendjen civile për të marrë të dhënat sakta për adresën e debitorit se ku ndodhet ai, apo vendodhjen momentale. Pra, jemi në hapa të mbara, le të themi, shpresojmë që do implementohen deri në fund gjitha këto dhe gjithë sistemet digjitale, sepse digitalizimi është me të vërtet një risi shumë e mirë, që u përmend më parë edhe nga avokati, që nëpërmjet numrit të kartës së identitetit, numri personal që ka çdo njeri, me atë numër personal do shkosh do marrësh shërbime te gjendja civile, te certifikata që po thonim që mund ta bllokosh. Pra do bëhet mbyllja e qarkut në një farë kohë sa të shkurtër, që nuk do të marrësh më asnjë shërbim në shtet, në qoftë se ke borxhe dhe ke detyrime financiare apo vendime të pa ekzekutuara. Jemi në 10 minutat e fundit edhe me që unë, si me thënë, e kam misionin për të shërbyer qytetarëve, kryekomisar, vendimet e pa ekzekutuara a janë një drejtësi e vonuar, po themi. Besim të drejtësia shpeshherë nuk kemi për shkak të mekanizmit të sistemit, të njohjes, të rishfetit, të kësaj, të asaj, gjitha këto me radhë, dhe nga ana tjetër, edhe kur jemi fitues me vendime, ndërkohë kemi këtë ngërçën tjetër të ekzekutimit të tyre. A është edhe ajo pasojë drejtësie të vonuar pavarësisht vendimit që kemi? Tani kjo pyetje ndoshta do të ishte më mirë që t'ia bëj avokatit apo përmbaruesit. Jo, e di se mund të jep një përgjigje ndoshta atë që kërkoje. Patjetër. Jo, e di pse po se ndoshta filloni të vlerësoni rastet pa qenë të veçanta. Në këtë kuptim, një moment. Komisari mund të jetë subjekt i vendimit që nuk është ekzekutuar. Pra është i vonuar, po kryekomisari është individ, është një emër i përveçëm, po institucionalisht po them. Nuk e kisha ishte pjesës emrit të përveçëm. Nuk e kisha në atë sens që Jo, në kuptimin e seleksionit. Ati ku më qonë, si e thonë, asortime dhe logjika avokatit. Kryekomisar, shko aty ku do logjika ime të shkoj. Të vazhdoj aty ku kërkoni ju. Po mirë aty ke logjika ime. Unë jam një individ, kam një vendim gjyqësor. Në momentin që policia e shtetit shpeshherë selektive, jo selektive në kuptimin e preferencës, po të rastit, këtu e kisha unë, që unë të mos jem më pasojë e një vendimi të vonuar të drejtësisë. A do ishte të gatshëm të ishte më pak selektiv? Kaq është logjika ime. Unë po ta thjeshtoj pak problematikën. Ne marrim përsipër që të mbështesim shërbimin përmbarimor, privat apo shtetëror në çdo rast që është, domethënë, i veçantë për të mbështetur, që është edhe në bazë të detyrimeve ligjore. Dhe deri tani këtë punë e kemi bërë më së miri. Kurse për pjesën që kërkoni ju, unë nuk di t'ja u them tani, se për të folur, për t'ju dhënë një përgjigje duhet me pas rast konkret. Edhe në rast konkret mund të hyjmë të bëjmë një analizë. Sa i veçantë ose jo, sa specifik ose jo. Kurse në gjykimin tim unë duhet të them këtë, që në rast të parë duhet të ndërgjegjësohen të gjithë. Të lutem avokat, të mbaroj. Se ekzekutohet jo. Ju arrestuat përmbaruesin e policisë private. Vidhe atje. Ja po do të them rasti konkret. Vidhe atje. Policia e shtetit nuk e la përmbaruesin të zbantonte vendimin gjyqësor, të mirë apo të drejtë apo jo. Shiko, pra në atë rast policia e shtetit bëri gjykatën. Vidhe aty po të vazhdoj arsyetimin. Gazetarët rast konkret. Rastin e familjeve të 21-shit të Çerdhja. Atëherë është darë sikur përmbaruesi i nxori familjarë, thua që ishte. Po ja pra nuk kemi ishte hero përmbaruesi që ekzekutoi vendimin sepse policia e shtetit për shkak politik dhe për shkak votash nuk mbështet përmbaruesin kur ka njerëz apo një grup social të caktuar njerëzish. Atëherë avokatu këtu nuk ka marrë si politikan. Jo, po ka marrë si oficer policie. Flas që në policia dhe në bazë të detyrimeve të mia ligjore, zoti avokat. Unë jam i detyruar dhe këtë e thash e them edhe nga institucioni ku vi, që ne e kemi busull ligjin për policinë e shtetit. Dhe detyrimi që rrjedhin nga ligji dhe detyrimi që kemi ke ligji për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat. Në mbështetje të këtij shërbimi. Dhe për rastin po ta them. Dhe për rastin jo më larg se dje, është komunikuar me strukturën vendore, me Komisariatin e Policisë për Kac, në lidhje me përmbaruesin, nuk e di a është vendi për ta përmendur edhe me emër. Atëherë i cili jo më larg se dje ka bërë kërkesë për mbështetje, për ekzekutim të këtij vendimi pa çuar praktik.
që do të thotë kthehemi atje ku e nisëm që në fillim. Ka 2 vjet ka të lutem. Që do të thotë, po mi shkoj interesohet pasaj, a e shua apo jo. Domethënë, ne marrim përsipër që në bazë të detyrimeve ligjore të mbështesim këtë shërbim gjithmonë duke plotësuar dokumentacionin. Pasi na ndodh, nuk e di, domethënë pa dashur të te kaloj. Na ndodh që ish kryetari i dhomës, e këta e kam për shkak të dijenisë si kam, na ka renditur në një kërkesë i BND të përgjithshëm rastet e veçanta. Edhe rastet e veçanta ishin një mori rastesh ku nuk ishte më të veçanta aty. Dhe jo më larg se kryetari ekzistues i dhomës kombëtare të shërbimit përmbarimor gjyqësor privat e hedh poshtë atë problematikë të ngritur. Domethënë, janë disa probleme që unë mendoj që në radhë të parë duhen zgjidhur mes jush. Dhe pastaj duhet të ktheheni ke ne. Nuk janë tuaj ato. Pra ardha e kërkesës përmbarimore është e anullon kryetari i ri apo i vjetër, nuk është pjesë. Avokat, vendimet e pa ekzekutuara, a janë drejtësi e vonuar apo jo? Absolutisht, e mohuar biles. Jo e vonuar, është drejtësi e mohuar. Sepse ekzekutimi në kohë një vendimi të caktuar e sjell dhe ka efekt vetëm në kohën e parashkuar në vendimin gjyqësor. Më vonë nuk ka asnjë lloj efekti. Ju e bët vetë një krahasim, pra nëse dikujt i prishet një shtëpi dhe ai fiton gjithë gjyqet, çfarë rëndësie ka më vlerë? Ai kërkon banesën apo pasurinë në formën dhe gjendjen që e kish. Pra, ky është ekzekutim, sepse në moment që një vendim vonohet ekzekutim, çdo kush që është debitor ka mundësinë ta transformojë atë. Dhe do të thotë që vendimi ngelet në letër i pa ekzekutueshëm. Nuk është i vonuar. Magari ishte vonuar sepse do e pranonin. Kishim me kohë. E disa vendime gjyqësore janë të pa ekzekutuar sot për një mori arsyesh. Nuk është vetëm sepse kemi përfaqësuar policisë shteti, jo. Arsyet janë të gjitha çka unë përmenda dhe çfarë tjera që kolegët e mi përmendën në emision është pra me një database të përgjithshëm për të gjithë debitorët në Republikën e Shqipërisë të ndalohen marrje shërbime publike apo dhe private sa kohë ata nuk kanë zbatuar vendimin gjyqësor. Dhënien e një eficiencë përmbaruesit pranë gjithë institucionet me cilën ata duhet kryejnë veprimtarinë e tyre. Pra, nuk mund t'i marrë lej bankës për kalimin e shumës, po duhet shkojë dhe automatikisht bëj kalimin e legëve. Duhet shkojë në hipotekë, duhet shkojë në ZRPP apo në hipotekë, të bëj ekzekutimin vullnetar, duhet shkojë në gjendje civile, duhet shkojë në polici. Pra, ky është përmbaruesi. Dhe policia dhe institucionet e tjera shtetit vetëm hapin derën dhe zbatojnë vendimet gjyqësore. Duhet të heqim dorë ku institucionet e ndryshme mund të interpretojnë qoftë dhe në një gërë vendimin gjyqësor. Për të shtuar, duhet të mos harrojmë diçka. Shtoni dhe përfundoni. Po dhe duke përfunduar. Duhet të shtoj këtë që në shumë raste, në analizat që i kemi bërë në mbështetjes të këtij shërbimi, na ka ndodhur, na rezulton që edhe pse ne kemi marrë masat në mbështetje të shërbimit, në shumë raste ka pasur përmbarues që nuk kanë shkuar për ekzekutim për procedurat të referon prokurori. Të lutem, me informacione përkatëse kam thonë nga strukturat vendore, duke mos harruar që na ka shmangur nga detyrat e tjera që kemi. Komisar ke drejt, ka pasur përmbarues në atë që thua. Në rastin konkret ne më njëherë marrim masat, bëjmë plan masat dhe organizojmë punën për ata. E mbështes komisarin, ka patë raste un përmbaruesi ka lënë çështjen mes. Ose tjetër, të lutem, në rast tjetër, diku në një komisariat diku në veri. Na ka ndodhur në raport me atë që mjafton ky emision. Na ka ndodhur që përmbaruesin desha është konfrontuar me qytetarin, pasi qytetari ka thënë çdo ti këtu. Domethënë ne marrim masa për të mbështetur përmbaruesin dhe shërbimin përmbarimor dhe nuk njihet. Që do thotë duhet patjetër një shëndalluese mendoj unë. A nuk e di diçka? Pa e ka problematika në një program tjetër se ju thash që kalon shumë shpejt koha Flori, lutem një minutë të fundit nëse keni vërtetuar se pastaj duke ju falënderuar që na e bë të mundur të shprehim edhe. Dhe faleminderit dhe kryekomisarit që tha ishte shumë e shkurtër koha që takohemi prapë, si ishte një mundësi për të thënë takohemi prapë. Do shpresojmë që në takimet të afërta të kemi edhe pjesëtar nga gjyqësori, sepse rol të madh në këtë ka dhe gjyqësori. Pra vendimet e gjykatave në shumë raste janë të paqarta. Ka raste që vendimet e gjykatave nuk mundet të interpretohen nga përmbaruesi gjyqësor dhe këto bëhen me qëllim për të kënaqur të dyja palët. Pra sistemi gjyqësor nuk jep të përcaktuar afatin se kur duhet të... Po ke mjedi procedural për ta goditur atë vendim gjyqësor. Përmbaruesi nuk ka rol aktiv. Përmbaruesi nuk ka rol aktiv inderuar. Atë e keni juve avokatët. Avokatët kur bëni një proces gjyqësor
duhet të siguroni që do ekzekutohet vendimi, duhet të merrni një masë sigurimi. Po çfarë ka gjykata të vinë në ekzekutim? Dhe gjykata, jo të vi gjykata në ekzekutim. Ikën lajme, dolën titrat. Ju lutem Zef, nëse keni diçka për shtuar. Se mbetën vetëm një objekt të ekzekutimit, shërbimi përmbajtërimor ka shumë objekte, ka aktimin e shumë për shembull për detyrimin monetar që kanë institucionet buqetore. Ky është problemi më i madh që ka përmbajtërimi sot. Problemi më i madh edhe sepse shteti vetë është pengesa më e madhe për ekzekutimin e këtyre detyrimeve. Nuk është se ne themi shteti, po duhet të ushtrojë përgjegjësitë e tij që në raport me detyrimet që ka ndaj qytetarëve të marrë masa për ekzekutimin e këtyre vendimeve gjyqësore. Jo vetëm thjesht ngelen vendimit gjyqësor pa ekzekutuar. Kurse unë do të shtojë që si deri tani ne do të vazhdojmë ta përshëndesim. Jemi futur në hapësirën e edicionit lajmeve. Ju lutem. Ekzekutimi monetar ndalon të përmbaruesi në thesar. Në një pjesë të flasim vetëm për ekzekutimin monetar. Ju falenderoj të katërtve, kam të pamundur ta shtypësh. Faleminderit të katërve zotërit. Do të shihemi sërish të hënën në Profile. Natën e mirë dhe fundjavë të mbarë.